Burnley do të luajë në transfert ndaj Bournemouth në një duel që do të zhvillohet sot në orën 16 në stadiumin Vitality Stadium. Një përballje fortë dhe mjaft delikate për ekipin e Burnleyt, veçanërisht për trajnerin Scott Parker. Ardhmja Parker është në pikpyetje për shkak të rezultateve jo bindëse në Premier League, të cilat kanë tronditur seriozisht stolin e tij. Ironikisht, fati i trajnerit anglez mund të varet nga paraqitja e një shqiptari, Armando Brojas. Sipas mediave angleze, konkretisht Broja pritet të jetë sërish titullar në këtë sfidë. Sulmuesi të kombëtares shqiptare, Parker do t'i besojë repartin ofensiv, duke shpresuar në shpërthimin e tij për ta udhëhequr Burnley drejt një rezultati pozitiv. Për trajnerin e Burnleyt, kjo ndeshje është një bombë me sahat që mund të shpërthejë në çdo moment, ndërkohë nga ana tjetër Broja thirret të marrë përgjegjësi me shpresat e ekipit të përqendruara te këmbët e tij. Kujtojmë se Broja ka qenë titullar në 2 ndeshjet e fundit në Premier League, megjithatë situata Burnleyt mbetet e vështirë pasi skuadra ndodhet aktualisht në vendin e 19 të renditjes.